Horoskopi ditor 5 tetor 2025, Dashi, sot, Dashi mund të përjetoj një lëkundje të lehtë në besimin tek vetja, por kjo nuk është gjë e keqe, përkundrazi, është një ftesë për të parë më thellë brenda vetes. Mund të ndihesh i ndarë mes dëshirës për të ndjekur një rrugë krejt personale dhe nevojës për të ruajtur ekuilibrin me mjedisin përreth. Është në rregull të mos marrësh menjëherë një vendim, jepi kohë vetes që të ndjesh qartë se ku të çon zemra. Më vonë gjatë ditës, energjia ndryshon. Bisedat e qeta, momentet e reflektimit dhe analizat e thella do të japin qartësi dhe do të ndihmojnë të kuptosh më mirë se ku po shkon. Në marrëdhënie, veçanërisht në grupe apo bashkëpunime, do të dallohesh për idetë dhe për kontributin tënd. Kjo të sjell respekt dhe hap mundësi të reja. Megjithatë, kur mbrëmja të afrohet, do të ndjesh nevojën për të qëndruar pak më i tërhequr nga rutina e zakonshme, një pushim i vogël shpirtëror që do të jap paqe dhe fuqi të reja. Demi, për Demin, dita sot sjell mundësi për të ndërtuar ura dhe për të forcuar lidhje të rëndësishme. Mund të jesh ndërmjetës mes dy palëve, ose thjesht të japësh një këshill që ndryshon rrjedhën e një marrëdhënieje. Marrëdhëniet shoqërore dhe kontaktet me të tjerët janë të mbushura me potencial, edhe pse mund të ketë disa momente të vogla të paqëndrueshme. Në shpirtin tënd do të ndjesh një dilemë, a të jesh i pavarur apo të kërkosh afërsinë e të tjerëve? Kjo përzierje e ndjenjave mund të krijojë një lloj tensioni të brendshëm, por me kalimin e ditës do të fillosh të ndihesh më i qetë dhe i përqendruar në vlerat e tua. Ky është momenti i artë për të bërë ndryshime të shëndetshme në mënyrën e jetesës. Nëse vendos t'i ndjekësh me zemër, suksesin do ta kesh të garantuar. Për ty sot, çelësi është të kuptosh se çfarë të jep paqe të vërtetë dhe ta ushqesh atë me dashuri e kujdes. Binjakët, sot, binjakët mund të përballen me një ndjenjë të dyfishtë, nga njëra anë dëshira për të qenë produktiv, për të përfunduar gjërat e lëna pezull, dhe nga ana tjetër një nevojë e fortë për qetësi, pushim dhe për të shkryer me energjinë e ambientit përreth. Kjo lëkundje mes dy ekstremeve mund të lodh pak, por do të vijë një moment gjatë ditës kur do të gjesh ekuilibrin e duhur. Çelësi është t'i japësh vetes siguri dhe besim, duke mos i lënë përgjegjësitë të rëndojnë më shumë se ç'duhet. Energjitë e sotme janë shumë të favorshme për marrëdhënie. Edhe pse bisedat apo kontaktet mund të kenë një ngjyrim më kompleks se zakonisht. Do të ndjesh një forcë të veçantë shëruese që të ndihmon të afrosh njerëzit më pranë teje. Mund të zbulohet një mirëkuptim i ri, apo të rivendosësh një lidhje që ka pasur distancë. Më vonë gjatë ditës, vëmendja jote zhvendoset drejt përgjegjësive dhe detyrimeve praktike. Me hënën që takohet me Saturnin në shtëpinë tënde të 10, karriera, reputacioni dhe qëndrueshmëria bëhen më të rëndësishme. Do të ndjesh një shtysë të brendshme për të marrë situatën në dorë dhe për të treguar se je i aftë të përballosh çdo sfidë me maturi dhe vendosmëri. Gaforja, sot, gafore, shikimi drejt horizontit të gjerë është çelësi yt. Me hënën që ndodhet në shtëpinë tënde të nëntë, ti ndihesh më i frymëzuar kur sheh pamjen e madhe, kur përqendrohesh tek vizioni dhe jo tek pengesat e vogla. Një aktivitet i ri, qoftë edhe i thjeshtë, mund të jap freski emocionale dhe një ndjesë rinovimi të brendshëm. Megjithatë, përgatitu për disa ndërprerje të papritura ose ndryshime në plan që mund të testojnë durimin. Ke kujdes nga komunikimet e paqarta ose keqkuptimet e vogla, të cilat mund të krijojnë konfuzion. Zgjidhja është të shmangësh veprimet e nxituara dhe të lësh gjërat të qetësohen. Një ndikim pozitiv i sotëm të ndihmon të shohësh një situatë pune apo shërbimi në një dritë të re, ndoshta një sekret. Një e vërtet e fshehur, apo një zbulim i vogël që ndryshon këndvështrimin tënd. Mund të ketë edhe një lidhje të veçantë me dikë që të tërheq fuqishëm ose një informacion që të hap horizonte të reja. Më vonë gjatë ditës, ambicia rritet dhe do të ndjesh një shtysë të fortë për të përmirësuar gjendjen tënde, qoftë në aspektin personal apo profesional. Megjithatë, kujdes të mos ngatërosh nevojat e tua me ato të tjerëve. Lëviz drejt lirisë dhe hapësirës që të nevojitet për të qenë vetvetja, por pa lënduar ata që të rrethojnë.
Luani, sot hëna të fton të shohësh brenda vetes më shumë se të shtysh planet përpara me forcë. Është një ditë që kërkon reflektim dhe maturi. Në orët e para mund të ndjesh një farë tensioni rreth çështjeve të parave, pasurive apo vendimeve biznesi, dhe kjo mund të lodhë shpirtërisht. Gjithsesi, ndërsa dita avancon, energjia jote ndryshon dhe ndihesh më i fortë, më i qetë dhe më i sigurt në veten tënde. Mund të jetë pak sfidë të gjesh motivimin për të nisur diçka të re nga e para sot, por në vend që të presësh, shfrytëzo këtë kohë për të ofruar ndihmë të tjerëve. Ndonjëherë, kur kontribuon me zemër të hapur, energjitë rikthehen tek ti edhe më fuqishëm. Në pjesën e dytë të ditës, rrugët e komunikimit dhe shprehjes hapen më lehtë dhe do të kesh mundësi të tregosh anën tënde krijuese, të ngrohtë dhe të dritshme. Aspektet planetare të ditës të ndihmojnë të ndërtosh mirëkuptim dhe respekt të ndërsjellë në marrëdhënie. Është një moment i mirë për të thelluar në lidhjet e rëndësishme të zemrës, jep dashuri me intensitet, por gjithashtu lë hapësirë dhe liri për të tjerët. Kjo qasje të sjell jo vetëm harmoni, por edhe një ndjenjë kurajoje të brendshme që të shtyn të ecësh përpara me më shumë qartësi dhe besim. Virgjëresha, sot, e dashur virgjëresh, hëna ndalet në sektorin e partneriteteve dhe të marrëdhënieve të tua, duke sjellë më shumë dritë në botën e lidhjeve personale. Përmes bashkëbisedimeve dhe ndërveprimeve me një person të rëndësishëm, mund të zbulosh diçka të re për veten tënde dhe për nevojat që ndonjëherë nuk i shpreh hapur. Megjithatë, kujdes, do të kesh nevojë për pak pushim dhe hapësirë nga të tjerët, vetëm që të rifitosh perspektivën e duhur dhe të ndjesh më qartë se çfarë do nga ana tjetër. Sot je e prirur të japësh më shumë zemër e shpirt në detyrat dhe aktivitetet që ke zgjedhur. Dëshira jote për të përfshirë plotësisht dhe për të fokusuar me vendosmëri të bën të dallueshme. Të tjerët e ndjejnë këtë energji pozitive dhe kanë më shumë gjasa të mbështesin apo t'i bashkohen ideve të tua. Është një ditë e mbarë për të ecur përpara me projektet që të mbushin emocionalisht dhe që të japin ndjenjën e përmbushjes sociale. Çdo gjë që bën sot me dashuri dhe përkushtim ka potencialin të sjellë jo vetëm rezultate të prekshme, por edhe kënaqësi të brendshme. Kujdes vetëm që të ruash balancën, ndaje kohën mes të tjerëve dhe vetes, mes punës dhe pushimit, sepse aty gjendet harmonia e vërtetë. Peshorja, sot hëna ndodhet në sektorin e punës dhe shëndetit tënd, duke të shtyrë të përqendrohesh tek detyrat, organizimi dhe përmbushja e përgjegjësive. Mund të ndihesh e frymëzuar dhe e motivuar për të bërë përparime në punë, në biznes apo edhe në përmirësimin e zakoneve të përditshme. Kjo energji të jep kënaqësi kur sheh rezultatet e përpjekjeve të tua dhe të bën të ndihesh më e sigurt për të ardhmen. Megjithatë, ka momente kur rutina mund të lodhë ose të bëjë të ndihesh e kufizuar. Në këtë rast, mos e injoro nevojën për pushim ose pak frymëzim ndryshe. Edhe një pauzë e vogël, një shëtitje, një bisedë frymëzuese apo një aktivitet kreativ mund të rikthejë energjinë dhe të ndihmojë të vazhdosh më me produktivitet. Ndërkohë, sot mund të ndjesh një thellim të marrëdhënieve ose ndërveprimeve me të tjerët. Bisedat marrin më shumë kuptim dhe kanë potencialin të frymëzojnë. Kjo është një ditë e mirë për të parë më qartë se çfarë është me të vërtetë e rëndësishme për ty në planin afatgjat dhe për të hedhur bazat drejt atyre qëllimeve. Sa më shumë të kanalizosh emocionet e tua në mënyrë produktive, aq më shumë do të ndihesh në harmoni me veten dhe me botën përreth. Akrepi, sot hëna ndodhet në sektorin tënd krijues, duke sjellë një energji të ngrohtë, lozonjare dhe plot frymëzim. Është një ditë që të fton të shprehësh talentet e tua, të shijosh gjërat e vogla dhe të lësh imagjinatën të udhëheqë. Mund të ndihesh më i hapur ndaj dashurisë, argëtimit dhe lidhjeve që të japin kënaqësi shpirtërore. Megjithatë, në pjesën e parë të ditës mund të ketë një prirje për teprime, qoftë në emocione, qoftë në pritshmëri. Kujdes që të mos kushtëzosh lumturinë tënde nga vlerësimi ose komentet e të tjerëve. Nëse njerëzit përreth janë të zënë me çështjet e tyre, mos e merr personalisht. Përkundrazi, ky është momenti ideal për të kthyer vëmendjen nga vetja dhe për të bërë diçka që të sjellë kënaqësi, ndërsa dita ecën përpara, energjitë bëhen më pozitive dhe më të qëndrueshme.
Mund të krijohen mundësi për të forcuar marrëdhënie të rëndësishme, duke ndërtuar besim dhe mirëkuptim. Po ashtu, një ndjenjë më e qartë e vlerave dhe dëshirave të tua shfaqet, sidomos në çështjet financiare dhe familjare. Sot, aktivitetet produktive dhe të thjeshta të sjellin më shumë paqe dhe kënaqësi se sa kërkimi i miratimit nga jashtë. Në fund të ditës, e kupton se forca jote më e madhe është aftësia për të gjetur kënaqësi në gjërat që bën me zemër, pa pasur nevojë për dritën e reflektorit. Sot, vetbesimi dhe krijimtaria janë aleatët e tu më të mëdhenj. Për shigjetar, sot hëna ndodhet në sektorin tënd të familjes dhe shtëpisë, duke të sjellë një dëshirë të fortë për qetësi, ngrohtësi dhe kohë për veten tënde. Mund të ndihesh më i lidhur me rrënjët, me kujtimet ose me njerëzit më të afërt. Një ambient i qetë dhe i rregullt në shtëpi do të ndihmojë shumë të gjesh paqe të brendshme. Gjithsesi, mund të ketë momente kur ndihesh i mbi-ngarkuar ose sikur po humbet kontrollin mbi ritmin e përditshëm. Nëse kjo ndodh, merr pak hapësirë për veten. Edhe një pushim i shkurtër mund të ndihmojë të rigjenerohesh. Këshilla e ditës është të mos e ngarkosh veten me pritshmëri të mëdha, vendos qëllime të vogla dhe të arritshme. Kjo do të japë ndjenjën e përparimit pa stres, ndërsa dita përparon, energjitë bëhen më të fuqishme dhe të qëndrueshme. Mund të ndihesh më i fortë dhe më i sigurt për drejtimin tënd. Aura jote tërheqëse të ndihmon të afrohesh me njerëzit e duhur ose të tërheqësh mundësi që të çojnë përpara. Sa më shumë të përqendrohesh te ritmi yt personal dhe të mos krahasohesh me të tjerët, aq më shumë sukses do të gjesh. Në fund të ditës, do të ndjesh se je më i qetë dhe më në kontroll të jetës tënde. Qelësi është të lëvizësh me hapa të vegjël, duke pasur besim se çdo hap i vogël të çon drejt qëllimit të madh. Bricjapi, i dashur bricjap, sot hëna vazhdon të lëviz në sektorin tënd të tretë, duke të sjellë një energji të gjallë dhe dëshirë për të marrë me shumë gjëra njëkohësisht. Mendja jote është aktive, plot ide dhe kuriozitet, por pikërisht kjo mund të shpërqendrojë në orët e para të ditës. Mund të ndihesh sikur do të bësh gjithçka menjëherë, por në të vërtetë kjo vetëm të lodh dhe të bën të humbasësh fokusin. Sekreti është të zgjedhësh prioritetet. Mos lejo që gjërat e vogla të rrëmbejnë gjithë energjinë, përqendrohu tek ajo që ka vërtet rëndësi për ty edhe pse mund të kesh ndjesinë se mungon frymëzimi. Mjafton të marrësh një hap të vogël përpara dhe gjithçka do të fillojë të qartësohet, ndërsa dita përparon, energjitë bëhen më të balancuara. Do të ndjesh një shtysë të brendshme për ndryshim dhe për rritje, si në mendime, ashtu edhe në veprime. Njerëzit rreth teje do të shohin tek ti stabilitet dhe do të kenë më shumë besim në aftësitë e tua. Kjo të jep mundësinë të krijosh lidhje të forta dhe të sigurosh mbështetjen që të nevojitet për planet e tua. Gjithashtu, një dozë e vogël disipline do të çojë shumë përpara sot. Nëse arrin ta përqendrosh energjinë në një drejtim të qartë, rezultatet do të jenë të dukshme dhe të kënaqshme. Kujtohu se për ty, çdo hap i sigurt është më i vlefshëm se 10 hapa të shpërndar. Ujori, sot mund të ndjesh një mungesë fillestare të fokusit ose besimit në mëngjes, por mos u shqetëso, dita shpalos mundësi për t'i kapërcyer këto momente. Energjia jote është e favorshme për projekte pune, programe shëndetësore dhe përgjegjësi të ndryshme. Përmes vëmendjes ndaj detajeve dhe dëshirës për të kuptuar më thellë çështjet që të shqetësojnë, ti gjendesh i motivuar për të dhënë më të mirën ose për të synuar diçka më të madhe. Sot mund të ndodhin biseda të këndshme dhe të dobishme që të forcojnë bindjen për veprimet e tua dhe që të japin një energji të re. Nëse fillimi i ditës të duket i ngarkuar nga shqetësimet sociale, mos u shqetëso, gjithçka do të shkojë më rrjedhshëm dhe do të gjeni mënyra të thjeshta për të organizuar gjërat. Tërheqja jote personale është e fortë dhe natyrale, duke të ndihmuar të tërheqësh ndërveprime pozitive, afirmuese dhe që të japin ndjenja kënaqësie dhe efektiviteti. Në punët praktike, mendja jote është e mprehtë dhe planifikon me kujdes, duke parë përpara dhe parashikuar çfarë mund të linë. Ti ke energjinë për të përballuar sfidat dhe për të zgjidhur problemet me sukses. Në përgjithësi, dita të jep mundësinë të ndihesh produktiv, i sigurt dhe i vlerësuar për aftësitë e tua.
Sot është një ditë që të kujton fuqinë e organizimit dhe të fokusit të drejtë, duke të sjellë përfitime të prekshme dhe kënaqësi të brendshme. Pesh, sot dita fillon me një ndjenjë pak të trazuar dhe mungesë fokusimi, pasi mund të jetë e vështirë të dish saktësisht ku të drejtoj energjinë tënde. Megjithatë, brenda kësaj pakënaqësie fillestare fshihet një mundësi për rritje dhe vetë reflektim. Hëna qëndron sot në shenjën tënde, duke nxjerrë në pa emocionet dhe duke i bërë ato më të gjalla. Do të ndjesh nevojën për të kuptuar dhe ndoshta për të marrë një reagim ose vlerësim për atë që ndjen, dhe kjo është krejt normale. Sot ka mundësi të mira për të përmirësuar ose forcuar marrëdhëniet me familjen dhe të afërmit. Përmes bisedave të sinqerta, mbështetjes reciproke dhe bashkëpunimit, mund të zgjidhësh çështje të pazgjidhura dhe të ndërtosh lidhje më të forta. Gjithashtu, mund të rikujtosh pasionin dhe kënaqësinë për një projekt të veçantë, duke gjetur një ndjenjë thellësie dhe kënaqësie në atë që bën. Qëndrimi i balancuar dhe i qetë në planin emocional është çelësi sot. Sa më shumë të përqendrohesh te vetja dhe të ndjenjat e tua, aq më lehtë do të ndihesh i qetë dhe efektiv në çdo aspekt të jetës. Energjia e ditës të inkurajon të veprosh me ndjeshmëri, por edhe me vendosmëri, duke të dhënë mundësinë të ndërtosh lidhje të qëndrueshme dhe të ndjesh plotësisht kënaqësinë që vjen nga harmonizimi i brendshëm dhe marrëdhëniet e jashtme.